jemi mësuar që librat t'i shohim çdo herë të botuar nga autor të rritur, por sot do të flasim për një autore shumë të re në moshë, që ka pasion librin, ka pasion letërsinë, e don shumë leximin dhe shkrimin e librave, prandaj ka botuar edhe një libër për të cilin do të flasim në vazhdim dhe për librin, por edhe pasionin e saj që ka për letërsinë. Kam kënaqësinë që me mua në studio është Sumeja Hoti. Mirë se erdhe, Sumeja. Shumë për ftesën. Kënaqësi me të pas në studio, ke sjell edhe librin, do doja ta merrja edhe unë një kopje. Edhe Malet flasin është libri që ke botuar së fundmi, po më trego që sa ke fillu, trego ky pasioni jot për letërsinë, për librin, kur ka filluar? Ka qenë qysh në moshë të hershme? Në moshë të vogël, do të thonë para 2 vjeta, ku ndërtorisha shkollës Valbona Hute, e cila ka hapur një grup letëror për nxënësit e shkollës 4 vjeçmore të Visar Hute, dhe aty na ka thënë që të si pasion kur shko shkrimin, le të sjellim poezitë të cilat i kemi shkruar. Fillem kum shkruar Klogët e luftës. Do me thënë është libër me poezi. Me poezi. Janë të gjitha poezi këtu që i ke shkruar ti, për sa kohë të janë dashur të shkruash gjitha këto poezi? Rreth 2 vitat. 2 vite, dhe me thënë janë grumbullimi i poezive që ti ke shkruar dhe pastaj ka ardhur deri tek botimi i librit. Të pëlqen më shumë të shkruash poezi? Vorës tash që shumë janë disponime ose poezi ose tregime ndryshe. Do me thënë vazhdimisht e praktikon të shkruash? Po. E ke me qef? E kam me qef. E ke me qef. E mendon në talmën si profesion, apo do të mbetet si... Talmën e mendoj si hobby, pse edhe si profesion jo. Pse jo, ndoshta përderisa të vazhdosh të shkruash, edhe pastaj edhe ardhmja do ta përcaktoj nëse vërtet do të mirësh me shkrim, apo ndoshta të shohim edhe në fusha të tjera. Më trego në këtë libër me shumë poezi, cila është e preferuara jote? E preferuara ime është Jan Flakadona, se tregon pse unë moj gjallë historinë e dëshmorëve tonë. Do me thënë është kryesisht një libër i shkruar me histori, do me thënë me tregimet ndryshme. Pse të ka inspiruar kjo tematik? Se në fakt tash shumë të ri harron pse historinë e vendit tonë, luftarët, prindërit që kanë vujt shumë, fëmijët, edhe pse mëse mua gjallë hala. Patjetër që nuk duhet të harrojmë asnjëherë historinë e vendit tonë, po tregom historinë e vendit. Ju keni qenë shumë nuk e keni përjetuar luftën, po besoj. Gjithsesi, historinë e keni mësuar nga prindërit. Pra, është nga të afërm. Më trego nga kush je informuar për këto histori të cilat ti pastaj je inspiruar për me i bo edhe me paraqitet edhe në vargje. Këto historinë fillam bovin e kom pyet si që kam pas me shkru në shkollë, po tani kena fillu me këtyre dhe seriale, që është sikur edhe Malet flasin, edhe Rrugët e Liris, ku atë të tregon për luftën, për gjithçka që ka bërë të Kosova. Edhe aty e inspiru pastaj që me vazhdu edhe me vargje. Çka tjetër të pëlqen të shkruash për post këtyre? Post këtyre nashta më pëlqen pak me fantazua dhe me tregu pak për jetën reale, ç'është ndodh tash. Qysh ndodh tash? Pëlqen të shkruash edhe tregime, rrëfime për post poezisë, apo je më shumë e dedikuar në poezi? Në fillim më shumë kom për poezi, se për tregime nuk kom pas shumë pasion, po tash ku filluar tregime ka dalë. Edhe tregime ke filluar të shkruash, vazhdon ta praktikosh shkrimin apo jo? Po për të ardhmen, cilat janë planet, mendon të vazhdosh me botimin të librave, të vazhdosh të shkruash, apo do të fokusohesh në diçka tjetër, sepse kur jene në moshë të hershme, pastaj edhe gjatë rritjes din të ndryshojnë edhe dëshirat, ti merresh edhe me aktivitete të tjera. Shkrimin kam marrë vetëm si hobby, domethënë,
profesion nështë e marr ekonominë ose shkenca kompjuterike. Shkenca kompjuterike është një prej profesioneve që po thuhet që është i kësaj epoke që po jetojmë në zhvillimin e teknologjisë. Çka po të bëjmë përshtypje ty që ta zgjedhësh këtë profesion? Përshtypje bën edhe vetë koha që qëtash edhe që vazhdoj të me ndi kursin shkollën digjitale që në Prizren. Edhe një shkollë për teknologji dhe të tregon që me ndërtu website edhe të tregon pse teknologjia. Pse shumë shka për teknologjinë, është e ardhmja dhe pa diskutim që njohurit bazë duhet i kemi gjithë se cili prej nesh, se ndryshe nuk do të funksionojmë dot në këtë ardhme që po na vjen, por edhe si profesion është prej profesioneve më të kërkuara, po çka të bën më shumë përshtypje tek teknologjia, me qenë se ke fillu kaq herët mirësh me programime, me shkollë digjitale që nuk është edhe e lehtë, nuk është edhe e thjeshtë, sepse ka shumë për të mësuar, nuk është as pak e thjeshtë programimi. Çka të shtyri ty të merresh me këtë fushë? Njëherë më ka shtyr se ku pos qaf të shëbukur me pos një aplikacion për vetën ose që e kumë kriju vetë. Që nëse mas nëse më thonë, e kumë bëna. E ke boti, diçka e jotja. Dhe me thënë, si shpo e shonë, gjithmonë është tendenca jote të krijosh diçka tëndën, sepse dhe libri është diçka e jotja, por edhe programimi, një aplikacion të ardhmen që t'jetë në emrin tënë. Si po shkojnë punët? Mendon që do të arrish një të ardhme të shpejta kesh? Po, mendoj se edhe profesorat atje janë shumë i cora dhe kur ta shpjegon mësimin ta shpjegon nga dola. Për momentin jam nivelin JavaScript, ku është një nivel që ti shpjegon qysh me e përvecu ose me avancu aplikacionin që ti dënë. Po, nëse doje ta bëja një aplikacion që do t'ishte made by Sumea, çka do dojet përmbaja? Për çfarë do dojet na ndihmonte një të tjerëve? Nashta kisha menu që me bon që me shty një fëmijë ose një dikon që ka ëndra të mëdha, me shty përpara. Për shembull, muj me i vendos krimtarin tëme, me e vendos atë. Dhe me ndihmu të tjerë me mu informu më shumë trinjet e kështu. Trego tash edhe për krahjen që jepet një fëmijë, një nxënësi edhe nga shkolla, edhe nga familja, shumë e rëndësishme për realizimin e ëndrave, qëllimeve që kemi në jetë, sidomos në fëmijëri të hershme, kemi nevojë që të kemi për krahje. Trego nga shkolla në cilën ti je, sa ke gjetë për krahje, qoftë themi për botimin e librit, qoftë edhe për iniciativa të tjera. Në shkollë ku jam 4 dëshmorët është drejtoresha Valbona Hote, ku ja gjithmonë na përkros ka dart Adina Azdina, edhe na përkron atë vazhdo nëse në ditë keni më arritje në botë dikushe. Sa përket për familja me thonë është ajo që më ka shty mas shumë të, po normal, edhe duhet shoqënia pak me ta bëu ato të vetën, ku shoqëria më ka bëu vazhdo se ki italian, edhe ajo më ka shty që... Kush ka qenë personi i parë që të ka thënë që ti ke italian për të shkruar? Personi i parë u kanë momja dhe babë. Të më thënë, ata kanë zbuluar fillimisht talentin që ti ke dhe pastaj kanë diskutuar besoj edhe me profesorët, me arsimtarët që të bëhet punohet në këtë drejtim, që ti më pas të realizosh edhe ëndrën tënde për të botuar një libër. Po, shokët, shoqët, si e pritën botimin e librit? Shokët dhe shoqët e kam pritë shumë mirë dhe janë konkrenuar që dikush për klasë ty në ka arrit diçka, edhe shoqët në malu më kanë përkra dhe më kanë bo shumë mirë që ke arrit me botua dhe ke realizu një ndërtonë dhe që shë vogël. Sumeja, ka gjelozi në mes shokëve dhe shoqeve? Jo, nuk ka. Nuk ka, sepse i mësua ta dëgjojnë ndonjëherë kjo gjelozia, ndonjëherë bullizmi, ndonjëherë në familje të hershme, në shkolla, po gjithmonë është normalisht nevojitet dhe për kraja e bashkë moshatarëve dhe ndonjëherë din të jetë shumë pengese madhe nëse ata nuk përkrahen, nëse ata mund të themi të sulmojnë ose të etiketojnë, ndodhin ndonjëherë këto gjëja, po duke se ti pas ke shok mirë.
Se në shta mundët edhe nëse një shumis, nëse nuk dëmën po mirë, mjafton vetëm njoni për klasë me bo bravo vazhdo, se komendet negative mu imi gjonash, e vetëm ato pozitive mu imi mojtë për para. Atëre, për fund, të doja piteje një këshill për gjithë bashkëmoshatarët e to, çfarë do t'ju thoje sot? Vetëm le të vazhdojnë, le ta përkrojnë ëndrën e tyne, se apes një të ta ka më realizu. Ka më realizu, nuk duhet me u dorëzu asnjëherë. Jo, kosh. Faleminderit shumë Sumia që ishe pjesë emisionit Rreth Rrotës, turoj shumë suksese në botimet të librave, nuk e di se sa i ke në mendje ti, uroj që ti realizosh të gjitha dhe po ashtu edhe në shkollën e programimit. Po presim aplikacionin. Do të kemi në studio prapë. Faleminderit shumë, përshëndes.